Një nga dosjet më të bujshme të mafjes ballkanike ka mbërritur në bankën e të akuzuarve në Belgjik, ku dy prej figurave kryesore të trafikut ndërkombëtar të drogës po përballen me drejtësinë. Në qendër të procesit gjyqësor janë Sani Almurda, i njohur me nofkën Shade, dhe Ermir Ndreaj, i quajtur Cinko. Autoritetet belge i akuzojnë se kanë krijuar një rrjet të sofistikuar për kontrabandimin e tonelatave me kokainë nga Amerika Latine drejt Europës, duke përdorur kompani fasad për pastrimin e parave dhe fshehjen e gjurmëve të aktivitetit kriminal. Për shqiptarin i arrestuar në Korrik në Tiranë, prokuroria ka kërkuar 20 vite burg, ndërsa për të arrestuarin tjetër është kërkuar një dënim prej 15 vitesh. Hetimet kanë zbuluar se rrjeti kriminal ka investuar miliona euro në laborator për pastrimin kimik të kokainës, duke përdorur gjithashtu lidhje me sektorin e ndërtimit për të larguar mbetjet kimike të rrezikshme. Shtrirja e veprimtarisë, sipas autoriteteve, përfshinte korridore që nisnin nga Kolumbia dhe arrinin deri në Australi. Procesi gjyqësor pritet të vijojë edhe javët në vijim, deri në dhënien e vendimit përfundimtar.